të nderuar kabinet qevetar, të nderuar deputet Parlamentit të Kosovës, në shtetet me sistem parlamentar demokratik, puna e parë pas zgjedhjes së qeverisë do të ishte sjellja në kuvend e planit dhe programit të saj qeverisë. Por si duket është bërë traditë e keqe i jetës tonë politike, pabërgjësia institucionale dhe respekti mes pushteteve. Afër 4 muaj kjo qeveri ka punuar mbi bazat të improvizimeve dhe me plan ad hoc për shkak se ju ka munguar plani dhe programi i qartë qeverisë. Nuk e di nëse kjo ka ardhur si rezultat i koncepteve të ndryshme politike mes partnerëve të koalicionit apo energjia e tyre u koncentrua në ndarjen e posteve ministrore dhe zëvendës ministrore, apo ndoshta dikur vonë dikujt ju kujtua që qeveria duhet të ketë një program qeverisë bile së paku në letër. Ende i kemi të freskëta planet famoze të qeverisë së kaluar, sikur se ajo e bankës, apo edhe premtimet e partnerëve të koalicionit për hapjen e 120.000 apo 150.000 vendeve të reja të punës, ndërsa një parti tjetër politike ka premtuar 200.000 vende të reja të punës, deri tek premtime cinike si ajo për lugrinë e silikonit. Pavarësisht kësaj, tani jemi ku jemi dhe para neve është prezantuar një program qeverisë ku nga kryeministri na prezanton si një program i zhvillimit të Kosovës. Të nderuar deputet, sipas vlerësimit tim, ky program që na është ofruar nga Qeveria e Republikës Kosovës është një përmbledhje e fjalëve të mira, por që nuk garanton zhvillim ekonomik, nuk ofron mirëqenie dhe zbutje të papunësisë, nuk e kthen dinjitetin e humbur të qytetarëve të vendit, por thjesht është një program që do të vazhdoj status quo ku jeta e qytetarëve do të rëndohet edhe me tutje dhe perspektiva për jetë më të mirë në këtë vend do të zbehet edhe matutje. Nëse e marrim si pikë referente mënyrën se si kjo qeveri kishte shpërndar buxhetin e vitit 2015, vrehet fare qartë se një pjesë e madhe të parave tona dhe më tutje vazhdon të merr asfalti, kurse pjesën më të vogël arsimi, bujqësia, shëndetësia, edhe pse këto segmente kanë zënë shumë vend në programin në cilin e kemi para nesh. I nderuar zoti kryeministër, koha e fjalëve të mira dhe premtime boshe duhet ju vi fundi. Kosova dhe qytetarët e saj kanë nevojë për veprime konkrete, për projekte të detajuara dhe mirë të planifikuara, për arsim cilësor dhe shëndetësi funksionale, për siguri individuale dhe kolektive, për barazi dhe mirëqenie sociale. Kohën e fundit sistemi i sigurisë ka ra shumë, nëse marrëm disa shembull në komunën e Suarekës, besoni që qytetarët e Kosovës janë të vendosur roje natën për arsye se ndodhet që me një fshat të thehen 15 shtëpi. Për fat të keq të qytetarëve të Kosovës, as ky program dhe as ky koalicion qeverisë nuk jep shpresë që ka energji dhe vullnetin politik që interesin publik të qytetarëve të vend ta vendosin para intereseve të ngushta partijake. Ju falenderoj për vëmendje.